Me gjithë sfidat e përmbytjeve që është përballur ndër vite, fshati Obot ka potencial të madh për zhvillim në fushat e turizmit dhe bujqësisë. Pozita e tij pranë lumit dhe liçenit ofron mundësi për aktivitete turistike dhe zhvillim të qëndrueshëm bujqësor. Sipas banorëve, fshati ka një rëndësi të veçantë historike dhe gjeografike, pasi ndodhet shumë pranë kufirit me malin e Zi dhe ka qenë ndër shekuj një nyje lidhëse mes Shkodrës dhe qyteteve fqinje jashtë kufive. Oboti takon me kënë si fshati shmangun, pak i pa njoftën me të drejtën. Ka të në mundësit alternativat me kënë në fshatet turistike, bo me investu dikush dhe gjona. Edhe në përvetet huja ta në gjonat e bukra afër ujnave, na kena lumin a pasafet për shtatë që më të manë, që mund me ba dikush diçka të bukur. Pse mos t'jen edhe fshati Obot, pikë turistike, sikur është derdhja Bunës atje mali Zi, s'ka asnjë fshat si është Oboti rrethu me ujë. E kur të shohin të investu në fshatin Obot, rinia mundet me sjellë sot ka Oboti. Kto ka kënë Gjymryku, kto ka kënë gjende civile, ka kënë porti, Port Mallnash, Obot Bari, kanë kënë edhe njerëzit më të civilizuar. Në të kaluarën, Oboti shërbente si një pikë e rëndësishme tregtare dhe transporti përmes rrugëve ujore të Bunës, që përdoreshin për lëvizjen e madrave dhe njerëzve. Në tërësi, Oboti përfaqëson një pasuri të vërtet natyrore, historike dhe kulturore, që nëse shfrytëzohet si duhet, mund të shndërrohet në një nga qendrat më tërheqëse turistike të rajonit të Shkodrës.